brenda këtij kodi zgjedhor, e vetmja hapësirë që kishte sado e kufizuar që ishte që mbështetet apo ishte lista e hapur. Dhe kjo është e vërteta. Dhe ishin ngrit pritshmëritë për listë hapur, ishin ngrit pritshmëritë nga vendimi i gjykatës kushtetuese, që në fakt e hapi listën totalisht. Jo, dhe pritshmëritë me të thënë drejtën nuk është se nuk u realizuan, ëh? Pasi kemi dy kandidatë në listë hapur të Partisë Demokratike. Unë mbyll komplet. Që jeni dakord, po ju të dy, pra Tabaku dhe ju, jo thjesht jeni të votuar, po jeni nga më të votuar në rang republike. Një për shembull, po dakord, ajo është dhe faleminderit shumë njerëzve që e kanë marrë, që na kanë votuar dhe besuar. Dhe kjo është por çmenduria e këtij sistemi. Gjithsesi ne i përfaqësojmë me zërin ton edhe kur se merr mandatin. Se shive 37 vet ishin apo jo. Kanë një detyrim përfaqësues edhe ata që nuk futen, patjetër, edhe po të kesh marrë 2000 vota ke një detyrim ndaj atyre 2000 votave. Pse nuk e ke? Po e ke absolutisht. Në parim po. Apo jo në parim. Po kjo është e drejta. Unë duhet që të më përfaqësoj me zërin e tij. Çfarë po bëjmë këtë tavolinë? Çfarë po themi? Po e përfaqësojmë. Mos harro njerëzit, ato 18-19.000 veta që ju votuan, që ju të ndikoni në ligjvënien e këtij vendi. Patjetër. Këtu e keni dhe do e keni gjithmonë të hapur vendin tuaj. Sepse është zë i arsyes dhe kjo tavolinë ka pranuar gjithmonë zërat e arsyes pavarësisht nga vend. Po ideja është që njerëzit dy doni juve në kuvend, jo në rrjedhësore. Po, ajo që neve po mundohesh atoja është që u kufizua kjo demokracia drejt për drejt, sepse njerëzit që munduin nga listat e hapura, qoftë nga PS-ja, qoftë nga PD-ja, qoftë nga çfarë do lloj, janë shumë pak. Ky është realiteti. Dhe nga krahu tjetër, ne do kujtojmë dhe diçka, po kishte hapësira edhe për të përmirësuar dhe këtë. Pse? Po pse detyroi çdo subjekt politik thot 33% e ka të mbyllur? Mund ta lejë të hapur nga 0 deri 33% ta vendoste vetë. Çdo subjekt politik e vendoste vetë. Një zgjidhje elegante që i përshtatej gjithkujt. Dhe pastaj ndërgjegjën politike dhe morale ishte shumë e thjeshtë. Pra në fund fare me të vërtetë dy partitë e mëdha marrin vendimet. Partitë e reja, që deri diku gjetën formulat e veta. Ta shohim dhe ato se si do funksionojnë në praktikë. Ndjes, se pastaj futen mjeshtrat pastaj, si kjo që më the, po ligji apo neni. E vërtet. Se t'ja leshim të hapur. Pse? Se cili ka drejtën e vetë, përfaqësohet dhe ta bëj politikën në atë mënyrë si mendon vetë dhe si mendojnë zgjedhësit e asaj partie. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk u bë. Po pse ta thash? Pse ka një përgjegjësi? Dy forcat më të mëdha kanë një përgjegjësi dhe ndaj tjerëve. Me të vërtetë ato drejtojnë. Po ka një përgjegjësi çfarë po drejtojnë. Dhe në këtë aspekt mund të ishte bërë kjo zgjedhje. Nuk i kam thënë sot në këtë gjëra. Se unë po ripërsëris një diçka të para një viti. Megjithatë, kjo situatë, këtu jemi, ju mbot një pyetje shpar, ne jemi akoma në proces, Tirana s'ka mbaruar akoma, është e gjitha për të rinumëruar. Shpresoj dhe duhet kemi parasysh që prova kyçe e çfarë është vota dhe çfarë ka brenda kutia është video, ato video që neve po administrojmë dhe që kemi, e KQZ-s video zyrtare. Që deri tani kanë provuar që numëruesit tuaj kanë trafikuar vota. Të gjithë numëruesit, sepse unë aty më dalë dhe PS-ja, më dalë dhe parti tjera, sa aty numëron gjithë aty. Po më e rëndë është ku ti trafikon votat partia? Jo, më e rëndë është prekja se cilës votë kujdo qoftë. Parim po. Jam dakord, po flasim politikisht. Ligjërisht e shkojnë burg gjithë. Po them, nga pikpamja e moralit politik. Ligj, moral, politik, çfarë doni juve? Ato nuk e diti se kush e ka bërë, janë të 4 numëruesit, janë të barabartë, aty është një komision, firmosin 4 vetë. Çfarë kemi parë ne, ha? Deri tani. Çfarë kemi parë? Ja po jo them çfarë kemi parë. Ne kemi si provë, kemi videot e numërimit të votave të subjektit. Pra video e parë, e cila e krahasueshme me proces verbalet zyrtaret KQZ-s, kanë diskrepanca. Të paktën videot që ne kemi parë, ne nuk mund t'i shohim dot gjithë, se kur ju desh shtetit 10 ditë për t'i parë, mundet një grup i vogël qytetarësh t'i shohin gjitha për një herë. Aty që kemi parë. Kemi parë votat e Gjungshit që janë marrë nga një kandidat tjetër i koalicionit opozitar. Po flisi për Dibër, po. Unë po flas ato që kemi parë deri tani. Unë po them ato që kemi parë. Votat e Aulon Kalas i kanë shkuar Ariandoj. Ato s'janë rinumëruar akoma, po i presim. Okej, po çfarë janë parë deri tani? Çfarë janë verifikuar deri tani? Dhe një herë. Pra janë votat e Aulonit që kanë shkuar te Ariandoj. Zoti Bajram, lejoni të jem shumë i qartë. Tash jam i qartë dhe jam i fokusuar në proces. Neve kemi nevojë që vota e qytetarit ashtu siç është hedhur, ashtu të lexohet. Dhe si lexohet ashtu siç është hedhur, lexohet tek video e parë që KQZ-ja ka regjistruar vetë kur ka numëruar subjektin, aty janë të gjitha. Se çka ndodhur mbrapa në proces, nga kjo video e deri në fund, se ka kaluar dhe një muaj që nga numërimi i tyre.
Jo. Shifrat mund të shërë për se Video është aty, është zyrtar. Eksakt. Kjo është prova dhe verbalit që kanë dalë nga numërimi i parë nuk korrespondoj me këto video. Të shohim dhe nga rinumërimi, se tash mund të ketë ndryshime tjera. Ti shohim dhe këto tjerat, po unë vazhdoj, them, video është prova kryesore. Se nëse video nuk do kishte vlerë, po pse u regjistruat herë? Jo, normal, patjetër. Ta hedhëm se janë gjithë ato lekë publike që janë hedhur në atë sistem. Kështu që mendoj që këto do të administrohet siç duhet, KQZ-ja i ka patjetër, organet shtetërore i kanë patjetër, dhe të shifet dhe të merret kjo përbazë. Sepse çfarë i ka ndodhur kutive në një muaj, unë këtë nuk e marr dot përsi për ta thënë. E vërtetë. Ndjekëm ama çfarë tha Sali Berisha sot pas vendimit të kolegjit zgjedhor. Një ftesë jo dhe aq e sinqert për të ulur gjaqet. Pas Trump dhe Musk, edhe Berisha kërkojnë pajtim me doktorin e ri, Ilir Ali Mehmetin. Kolegji zgjedhor e rrëzoi këtë të njëjtë kandidatin demokrat, por Berisha e ngushëlloi të mos mërzitet. Por në kushtet kur ligji nuk i përligj dhe duhet autorizimi apo duhet mbështetja e partisë në këtë proces, se cili që kërkon transparencën do mbështetet pa asnjë lloj paragjykimi. Edhe njërë, nuk ka paragjykim. Por kjo ftesë ka një kusht. Kur flet doktori i madh, të tjerët duhet të binden. Mendoj se as unë as ju nuk mund të flasim për vjedhje, për gjërat pa provuara. Ata që dyshojnë se u janë devjuar votat, ata ne u themi u mbështesim për transparencë, por kjo nuk vjen. Nuk vjen se partia ndan dyshimin e tyre. Jo, nuk vjen nga kjo. Por vetëm hapja e 42 kutive ndibër provoi se kandidatët demokrat kishin zhvatur njëri tjetrin. Ndaj dhe Berisha e pranon se rebelizmi të vetëve në numra nuk është vetëm një Ali Mehmet. Unë edhe në parti ka plot njerëz që thonë, jo, nuk e numër mirë, jo, mos bë hile, po do hajde numroj. Merë kamerë, shiqur tani ka kamera, edhe për votat ka kamera, merri kamerat, merri kutin, hapi mos për to. Kjo është gjë më normale. Vetë Berisha u kujdes që e gjithë kjo histori të përfundonte një furtunë në gotë. Në fillim u tha se do i mbështeste kandidatët që kërkonin në rinumërimin, por Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve me votat e antarëve demokrat i rrëzoi. Më pas ishin po këta antarë të Partisë Demokratike në Komisionin e Ankesave dhe Sanksioneve që vendosën për rinumërim në Tiranë, Fier dhe Durrës, por Ali Mehmeti me kompani mbetën vetëm. Edhe në luftën për ego ndaj Berishës nuk ja dolën. Tani mbetet shihet se çfarë surprize u ka rezervuar në rinumërim. Kadili, sa i sinqert është Berisha në temi atë që duket si një qëndrim parimor i tij për të mbështetur procesin e rinumërimit, por temi pa akuzuar të vetën. Një proces nuk ka rëndësi nëse ai që ka dyshime e thot se çfarë dyshimi ka apo jo. Çfarë duhet të thonë? Duhet të thonë që është paregullsi në vend të fjalës vjedhje. Jo, sepse ka i problem. Partia Demokratike ka nisur një proces paralel kontestimit të temit të zgjedhjeve, i cili po rezulton me rinumërimin e pothuajse disa prej qarqeve më të rëndësishme. Po, është në mandate, jo në shpërndarjen e mandateve brenda. Paralelisht kemi një proces i cili konteston rezultatet e zgjedhjeve. Po. Pse mos bësh bazuar mbi akuzën e prezumuar të vjedhjes. Dhe nga ana tjetër, kur vjen puna tek diskrepancitë e brendshme në listën e mbyllur dhe atë të hapur të Partisë Demokratike apo temit të koalicionit Shqipërisë Madhore. Listën preferenciale, bjem shkurt. Në listën preferenciale partia serioziteti do të ishte, do të kërkojmë ne si parti në KAS të transmetojmë, me që jemi legjitim, nuk legjitimohen individët, legjitimohet partia, partia kërkon rinumërimin edhe proporcionale, nuk e ka bërë kërkesën. Ka bërë kërkesën e bërë, është rinumërimi vetëm midis palës socialiste dhe palës tjetër. Dhe të kandidatë. Është i gjithëve. Ajo e kasit është totale. Atëherë në qoftë se do bëhet rinumërimi, është e drejtë, thot lërën e retorikën, le të flasi rinumërimi.
Flasin kamera, si shto. Po, jo kamerat në abort të PD-s, kamerat e KQZ-s. Le të marrojmë punë KQZ-ja dhe le ta kryej këtë punë. Shumë korrekt. Dhe nuk ka nevojë të ketë akuza për sa kohë është hapur procesi, por nëse deri tani sjellja ka qenë që të mos hapet, mos bëhet, votimi i parë i Kasit ndjenin time ishte që përfaqësuesit e PD-s ishin kundër rinumërimit të votës preferenciale. Avokatët më saktë. Jo, nuk janë avokatë, janë antarët. Jo, edhe avokatët më saktë mbrojtën tezën që duhet të jetë partia më shumë se sa kandidatët. Pastaj edhe po të ishin të sinqert, nuk do t'i linin të sorollatësh. Që ta përmbledhin mos ta bëjnë. Po të ishin të sinqert, nuk do t'i linin të sorollatësh. Qëndrimi doktor Berir është shumë korrekt, ato që po thotë. Pra, çfarë gjumë ke ky insert që sapo dha. Kërkesa jonë si kandidat u rrëzu, jo vetëm me disa kandidatëve, dhe kërkesa subjektit politik që erdhi pas tonës, për të mbështetur tonë, ose më saktë për të nglobuar dhe kërkesën tonë në kërkesën e tyre. Kjo duhet thënë, erdi Goxha vonë pas jush. Erdi Goxha Francika? Mund duhet procesi. Absolutisht. Ju shifin ndjes që ta përfundoj. Unë shoh procesin. Rinumërimi do bëhet, përgjigjja është po. Se si erdhi, se si u bë, se si u realizu. Po e ke shpëtu pacientin, se përdoret teknikat, se i kishe egzaminimet, shtove dhe bërë dhe tyre. Vetëm ka një gjë, sot Elina, me ndjes që nuk po debatojme, jo, nuk po ju kontestoj, që ndryshimi në këtë rast është pacienti. Sepse pacienti në këtë rast... Pacienti akutit. Nuk e një jo, pikësht. Kutit do hapen. Pacienti rast është proces demokratik në të vërë. Absolutisht. Brënda zgjedhjeve, po dhe brenda një partie politike. Dhe unë ju a thash, ky sistem zgjedhor ishte i gabum që në fillim, duket si kur e vujmë ne, në fakt nuk e vujmë ne, ky ishte një kurth i ngritur që kjo gara të bëjë brenda partive dhe jo ndërmjet dy partive kryesore, si që duhet jetë një garë politike, që është ndërmjet një kandidatit PS-s dhe një kandidatit PD-s, dhe tashti kjo u spostua, se kjo debati bëhet kene, se ne mirë keq i kemi transparente gjërat, dalin sytë e publiku, po do shifni ju që do ndodhi kur të hapen, se do hapen dhe votat e PS-s Tiranë, se do hapen vetëm PD-s, aty do shifni juve se që ka ndodhur, se unë fatkeqësisht i shoh dhe ato, se aty në video i kam. Vetëm ka një gjë, ata i kanë fitu zgjedhjen. Por i kam fitu si kam fitu kur vi, po, momenti që hynë organet ligjore për t'i pare, për t'i letëzuar... Po nuk dëshon rezultati zgjedhjes. Tashti, edhe njëherë. Pra ideja është kush i fiton zgjedhjet? Edhe njëherë. Partit politike kanë përgjegjësitë e tyre. Neve na vazhdon barra e kandidatëve të listëve të hapur. Këtë detyrë kemi ne. Dhe ne po bëjmë detyrën tonë deri në fund, ku që përfshin edhe mbrojtjen e votës qytetarëve ashtu siç e kanë hedhur ato në kuti. E përfshin, ne nuk po vankohemi, s'po qahet njëri. Po është përdorim institucionet në rrugën institucionale, ashtu si që kanë bërë ato. Pra ligjin për mua, unë kam i parim shumë thjesht ligjor, edhe kur s'pëlqen, dhe po ja them shumë qartë që nuk më pëlqen, unë do t'a zbatoj ato. Se kjo është ligji, mirë keq, më cënon, e vërtet, unë do t'a zbatoj ato. Dhe në qoftë se institucionet ligjore kanë këtë rrugtim, unë jam i detyruar t'a ndjek. Për ndryshe, çfarë rrugë tjetër ke? Ja, nuk ka rrugën tjetër, se e kemi parë që në thotë... Kjo është rruga. Dhe, pa tjetër, duhet folur, për kujdes. Vazhdoj, them këto element. Prova është video që ka regjistruar vetë KQZ-ja. Ajo, për mendimin tim, administrojës e kjo është momenti i parë. Se që të ndodhë një muaj, me kuti që i ka ndodhen diku ato, fizikisht, apo jo, se që ndodhë një muaj, unë nuk e di se që ka ndodhë një muaj. Unë di videon që kam kërkuar nga KQZ-ja, që na shdon, me vonesa, me çrënd si ka, por që i kemi administru, verbalet që janë po zyrtare nga KQZ-ja, fakti që këto dyja nuk përputhen njëra me tjetrën. Jo vetëm për mua, për shumë kandidat. Pa tjetër PD-s kam pa unë kryesisht, po furar edhe të PS-s. Se tash i vetëm t'i zë sytë e mos t'i shoh. Madje ka dhe vota të cilat janë PD-s dhe janë të numëruar të PS-s. Se kjo është e vërteta. Po me firmë, për që bali e kuptoni nga është firmosa, nga 2 palët. Janë 4. Po pra, nga 2 palët e jo 2 palët, janë 4 palët. Po më regull, po, nga 4 palët, ju e kuptoni që spaku gjysma tyre janë i krahut tuaj. Nuk jam unë institucion as gjyqësor as e tjerë. Unë kam nevoj që të nisim, unë kam nevoj të themi dhe të nisim një rrugtim, dhe të themi që vota e qytetarit, kur hidhet kuti, është vota e qytetarit duhet lexuar ashtu siç është. Për çdo subjekt ligjor është dhe për çdo kandidat qoftë. Lexohet ashtu siç është, sepse me çfarë fytyre do shkojmë neve mbas 2 vjetësh, mbas 4 vjetësh, mbas 6, ti kërkojmë votë qytetarëve dhe themi dëgjoj, ju hidheni votën kuti, pastaj kismet. Po pastaj do vinë 50, 60, 70 mjeshtra, edhe
Jo, më zotëri, po a ka mundësi ta fillojmë neve dhe t'i lëmë atyre fëmijëve tonë trashëgimi një sistem zgjedhor të qartë, një sistem zgjedhor të lirë, një sistem zgjedhor të ndershëm, po këtë më duhet bëjmë neve. Sepse këtë doja të pyesja unë, prandaj në këtë kuadër do të ndisha Tu shkon paralelisht dhe me doktorin, se edhe doktori këtë synon. Këtë nuk e dim. Por këto janë dy pyetjet e mia. Njëra që është në kontekst shkurtër, dhe tjetra që pak në kontekst pak më të gjerë pikërisht në ato që sapo thatë në fund. E para, në këtë proces që filloi dhe s'ka mbaruar akoma. Patjetër. Mendoni që keni patur mbështetjen e partisë tuaj? Kjo është e para. Partia ka kërkuar. Tash për 100% kjo është fakt. Pastaj Jo. Partia ka kërkuar. Neve na shtrëzu kërkesa. Se partia nuk është vetëm kryetari, është gjithë struktura poshtë. Kjo është e para. Partia zyrtare. Dhe e dyta, ju folet për trashëgiminë që do t'i lëmë fëmijëve tanë, keni shumë drejt. Mendoni që atëherë ky proces i rinumërimit nuk do bëhet nga numërus politik, pra nuk do bëhet partijak, po do bëhet nga shqiptar tjerë. Do bëhet nga shqiptar tjerë. Dhe me shumë gjas, pse mund, kam përshtypjen dhe ju përderisa i besoni procesit, do jetë shumë më korrekt se sa nga ata. Jo, ka ndryshim shumë të madh. Videot janë momenti i parë. Po pra. To janë kuti me një muaj distancë. Nuk di unë ato. Prit, nuk i besojmë këtë. Unë i besoj videove të KQZ-s. Po pra. Videove të KQZ-s. Qoftë do shohim videot, jemi shumë dakord. Por ama është një proces rinumërimi i cili nuk do bëhet nga numërus partijak. Nuk do bëhet nga ata që kanë firmos proces verbale. Nga numërus tjerë. Dhe do bëhet nga numërus tjerë që nuk janë partijak. Pra nuk janë zgjedhur nga partitë politike. Mendoni që ne duhet shkojmë drejt një procesi elektoral ku partitë politike duhet jenë tashmë thjesht monitorues, vëzhgues, mbas edhe të teknologjisë së re që rifreskohet dhe bëhet dhe më e mirë me kalimin e viteve dhe dekadave, apo duhet i qëndrojmë besnik këtij modelit partijak, procesit elektoral? Jo, unë nuk kam qef të flas shumë me besime të tjera, unë kam qef të flas me fakte. Fakt është, për numërimin po flasim. Nuk po flasim për procesin e votimit, po flasim për numërimin. Votimi besoj që ka qenë korrekt. Ne nuk patëm. Te numërimi kemi pas probleme zgjedhjet e fundit. Ke numërimi, jo, se do jo them ku. Ne nuk patëm asnjë lloj arsye për thonë asgjë për 2 KZZ ku numërimi ishte elektronik. Ësakt. Nuk ka asnjë pretendim nga asnjë nga kandidatët. Pra, mos gabojmë njësia administrative numër 10 dhe bashkia Vorë. Pastaj se si u bën numërimi votimi dhe sa i vështirë është, dhe si ndërhyn e tjera, këto i kemi diskutu, janë raporte, nuk po flasë më shumë. Po për numërimi ka qenë i shpejt, efektiv, dhe nuk kam pas ankesur. Nuk kam thënë. Kur futet elementi njerëzor, çfarë ndodh? Shtohet një kohë të merrsisht e gjatë. Ajo Kosova atje, shtet shqiptar, shumë i ri, shumë i varfër se ne, në kuptimin ekonomik, na jep leksione demokracie, qet ato shifrat e veta në mënyrë pothuajse me njëhershme, se për aq kohë duhet një farë kohë gjithmonë, shumë pa kontestime për sa i përket numërimit. Po, ishte në vota emigrantëve. Kurse ne pse shtym kaq shumë, fillojnë e bllokoi këtë KZZ, mos t'i raportoja, jo, prit se t'i qesim, nxirr to kutit, fillojnë këto mjeshtërliqet. Ore, nuk du mjeshtërliqet. Dhe në fund fare, siç e thatë ju bidët janë ti vonoje sa dush, rezultati aty. Shteti dhe demokracia funksionale fillon nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Qofse fillon garanton këto, atëherë fillon dhe ti mund të pretendosh sistemet pavarura, mund pushtet vendor dhe qendror të pavarur, fillon pretendon këto. Po nëse ti që zgjedhjet ke çuditëra dhe diskutime madhore, atëherë si do pretendosh të tjerat? Kjo është hallka e parë e zinxhirit. Qofse çedon që ke hallka e parë e zinxhirit, po ku jemi ne? Dhe kujtoj një diçka. Ne flasim për numërime të thjeshta, me aritmetike thjesht, 1+1+1, mësohet fillore. Shikoj që zëja në ngel. Ka ngel fillore. I kërkon numërus me shkollë të lartë, po ka ngel qënë fillore. Dhe pastaj thot, duhet tash edhe i muj tjetër kismet Zotit, i muj kaloj, do dhe një muj për me 2025. Skandal. Ekzistojnë këto. Skandal. E vërtet. Hajde shkojmë kom nga ana tjetër e tjera. Pse marrim makinë? Shkojmë kom në. Po as ka procese dhe situata dhe sisteme që mund të ndihmojnë këtë proces. Po patjetër që ka. Ka njerëz që ka dëshirë. A ka dëshirë dhe vullnet për ta bërë këtë? Për mendimin tim. Do të bllokojnë kanë emra. Ilir, nuk dua të përfshin këtë debat, sepse ky është debat për momentin që ti je një proces dhe të respektojmë procesin. Unë do pres përfundoj procesin. Kështu që debatin do ta vazhdojmë po pa ty. Faleminderit shumë që ishe me ne në këtë pjesë parë që ne si program, shpresoj të kemi sërish. Mirë, rikthehemi pas pak pa doktor